protesta është nga instrumentet kryesore që gjeneron demokraci në çdo vend demokratik. Protestat që kanë moral brenda, protestat që kanë motivim brenda, natyrisht janë energji për demokracinë. Ju thatë pse ka rënë tempi i protestave tani, se të bëj një analizë shpejt e shpejtë. Populli shqiptar historikisht, me sa unë e di mirë, dhe 35 vjetë që jemi, se tani u bëm veteran të demokracisë, ne, ja, gjithë jemi këtu, nuk kam parë dhe asnjëherë që të dalë populli shqiptar në protestë për problemet e veta. 25 vjetë zgjati gjithsej komunizmi. 25 vjetë zgjati gjithsej komunizmi, them. Kështu që 10 vjetë më pak se sa në atë periudhë jemi. Ne flasim me përjetim. Po barazohemi periudha e komunizmit me këtë periudhë të demokracisë. Ne kemi përjetuar që nga 90-ta, deri më sot i kemi përjetuar, i kemi analizuar, i kemi komentuar gati të gjitha ngjarjet e Shqipërisë. Po në kujtesën tonë nuk kemi një ngjarje ku të shohim popullin shqiptar i cili ngrihet për ujin. S'ka. Edhe ato që janë më tepër kanojeqet, ose ka një protest politike të lokalizuar. Të gjithë protestat në Shqipëri janë protesta politike dhe arrin kulmin e tyre në momentin kur ai që bën protestën ka afru shpresën se do ta marrë pushtetin. Ka afru shpresën se do ta marrë pushtetin. Në momentin kur ai që bën protestën garanton militantëve vet që kjo protestë do na shpirë tek pushteti, të gjithë militantët që nuk janë pak, nga gjitha krahët, bëhen aktiv. Dhe ky është momenti i korrikut. I shtatë korrikut? Korrikut. Që ka qenë protesta, ka qenë para 2 marsit. 3 mars. Para 2 marsit. Jo, 7 korrikut 2022, flas për tjetër. 2022-shin, Ben, është tjetër histori. Mos u ngatro me... është histori tjetër. Nuk është proteste PD-s ajo që u bë atëherë. Ishte foltorës. Çfarë protesti ishte? S'di unë të ketë atë protestë tjetër. Ben, vazhdo me atë me argumentin. Dhe të gjitha protestat madhështore që i themi ne janë të kësaj natyre. Në momentin kur përfundimisht qytetari zhgënjehet se protestat nuk realizojnë dot atë që premtohet, fillon bie. Tani jemi sot. Partia Demokratike po futet në një proces të protestave masive të pretenduara mbas zgjedhjeve lokale. Në zgjedhjet lokale, ne u ballafaqohemi me një fenomen i cili në fundit ishte leximi i qartë i Berishës për situatën dhe për organizimin dhe për mbështetjen politike të Partisë Demokratike. Berisha, duke parë që Partia Demokratike është në limitet minimale, në rënien drastike në përkrahjen në popull, e tërhoqi komplet Partinë Demokratike në ballafaqim politik. Ishte shansi se në fundit partitë aty ballafaqohen zotëri. Ku të ballafaqohen? Në për tribuna. Diskutuam këtë dhe para. Dhe në momentin kur Berisha autoroq do të thotë që e di mjaft mirë që nuk ka forcë politike. Nuk ka mbështetje. Pse po e bën këtë gjë? I duhet mbështetje? Jo. Ai e di që nuk përdhon miting ose nuk përdhon protestë për masës. Po atij duhet greveuris. Jo greveuris. Ti mendon që do shkojnë te greveuris? Po diskutim. Ti e ke Po. Do shkojnë te greveuris. Por kur thash kjo që parë nuk thash kot. Greveuris ku 99.99% një nga anëtarët e greveuris ose aty te dera Dori Berisha do të lërë ndoshta edhe krevat aty. Pse? Sa ai nuk do vëmë në shtëpi. Ti mendon që dhe zoti Berisha vetë do hyjë në grevuria? Edhe qoftë se nuk do hyjë zyrtarisht, do të jetë atje. Dhe rrotull ti do të ketë tjerë dhe do të prodhohet një eskortë që nuk do të lejojë ftusin e përmbarimit t'i afrohet, më fal të spakut t'i afrohet. Dhe gjithë ky synim mund të justifikohet. Se të justifikohet që do bëj protestë për të rrëzuar qeverinë, nuk ka forcë politike, mos do disa u lexuaj që s'ka. Është kulmin minimal të tij. Ai minimalisht, ashtu siç me drejtë thotë, duhet të prodhoj, pa shikoj tani në politikë, protestat. 500.000 vota i ka. Ka patjetër, por nuk vjen në pushtet. Vjen pushtet, ata është diskutim tjetër. I ka 500.000 vota dhe unë s'ka partisë mund ta thosh. Ka 500.000 vota, ta pranojmë që i ka. Po. Po e pranojmë numërimi. Po, e pranojmë që i ka 500.000 vota. I ka bile 551 ka tjetri, 550 ka ky një më tepër ka tjetri. Në fund të fundit, në momentin kur ti futesh në një aksion që do në finale të rrëzosh qeverinë, duhet që ti materializosh të vota në aksion. Përsa kohë që këto nuk të materializohen në aksion, mos e merr lëvizjen. Po pse po e merr? Të gjithë treguesit deri më sotëm që në zgjedhjet që nuk e di që kur ka ndodhur,
Nuk kemi parë protesta masive të PD-s. Nuk ka kaluar 12.000 vete, ishte me madhja e zgjedhjeve që kaluan. 12.000 vete, me 12 vetët si bën do të askujt asgjë. Po gjithsesi vim tani. Kështu që ajo që është gjithë problemi që debatojnë tani, pse po e bën Berisha një gjë të tillë? Ju me të drejtë ngritët çështjen që protesta që do të bënte Partia Demokratike në parlament do të ishte ekstreme. Dhe unë them po do të ishte ekstreme. Në lidhje me paraqitjen e buxhetit. Paraqitjen e buxhetit. Po tani po them, nëse ti më jep mundësi mua një rast që një ministër i Partisë Socialiste ka arritur të flasë në parlament, nëse ju më jepni një rast ku një deputet i Partisë Socialiste ka arritur të flasë pa i ndërhyrë, nëse ju e quani normale që kur flet kryetari i grupit Partisë Socialiste, Flamur Neka vete tek tavolinë e tij dhe i heq mikrofonin, e nëse ti ballafaqohesh për një strategji që nuk ka synim të dëgjoj, po ta mbaj destable atë parlament, si mund të kërkosh pastaj pse nuk foli kryeministri? Sepse kryeministri flet do të po ti dëgjoje, por ti kur nuk e le ta dëgjoj, çfarë aksioni do bësh ti për grevurie? Në momenti kur ti e let deri në fund, shpirmo budallëqet e vet thot ai, në fundit në parlament secili e ka dhe ligji. Mund të thot çdo gjë mos, do të ka ligji ti dhe nuk ka përgjegjësi për atë që thot. Përse ti ndryn? Ti ndryn për të mos e lënë të folur dhe pastaj kur ai të thotë zotëri, më lër të flas, jo, më lër të flas, jo. Dhe të thot, po ikur thot. Dhe tani thua ti prisë do bëj grevurie që s'të lash të flasësh. Jo, pikërisht, këtë duhet kuptojmë dhe kjo skem është paralajmëruar prej nesh këtu që kur u zgjodh grupi zjarrit që me drejt Auloni thot, mos zoti, kush e zgjodhi atë grup? Auloni e di mirë që kryesi e vogël e zgjodhi listën e mbyllur. Si kryesi e vogël e zgjodhi? Po atë Gazbardhin që e vendosi me njërë kryetar të grupit parlamentar, kush e zgjodhi kryesi e vogël? Që do thot, ajo parti nuk funksionon zotëri. Atje ka Berish, i cili me kryesin e vogël dhe ditë kush është kryesi e vogël, i dirigjon që gjithë këta si do Berishës në funksion të interesave të vetë. Dhe duke qenë që qytetari i Republikës Shqipërisë, pra i militant që ka votuar 500.000 veta, që është antiqeveritar dhe unë, është një potencial e jashtëzakonshme që ti duhet ta administrosh, duke qenë që e shef që nuk jemi në një lëvizje për marrje pushteti, po jemi në një lëvizje për të mbrojtur interesin tashmë përfundimtar të Berishës, nuk të vjen miting zoti, nuk vjen protestë. Po, unë nuk e zbatoj kushtetutën se s'më lë ti të flas, nuk shkon. Po si do ta bëj unë? Sepse unë gjithmonë them s'po e zbatoj kushtetutën. Nuk është kushtetutë kjo. Nuk ka kushtetutë në këtë rast. Kush? Nuk ka kushtetutë. Kushtetuta fjalë për fjalë. Kryeministri paraqet programin e qeverisë në parlament. E ka cilëson. Po. Edhe buxhetin e ka detyrë kryeministri me kushtetutë. Atë erdhi? Si erdhi? Ai tha të flasin diella si e ka. Me që tha që kjo parti është një parti që nuk funksionon më, është një parti që është interesi kryetarit vetëm. Kështu është? Jo, nuk besoj që është kështu. Partia Demokratike, shiko, është e vërtet kjo që tha zoti Alibali, që këtu janë 500.000 vota, ndoshta edhe më shumë. Domethënë, duke marrë parasysh edhe votat e pavlefshme që kanë dalë kësaj radhe. Unë mendoj që Partia Demokratike duhet ta nisë nga vetja pra problemin. Edhe herë, duhet që procesi i analizës të përcaktojë atë me realitetin, me të vërtetën e tjerë.